Përshëndetje, mirë se vini në magazinën informative 21 Live News. Partia më e madhe e koalicionit qeverisës PDK është mobilizuar për të siguruar votat e deputetëve për gjykatën speciale. Kreu i PDK-s Hashim Thaçi ka takuar deputetët e grupit parlamentar të subjektit që ai drejton dhe pas takimit të shprehur se themelimi i speciales është çështje ditësh. Paralel me këtë mbledhje u mbajt edhe kryesia e kuvendit ku gjithashtu diskutua për specialen. Hashim Thaçi mblodhi bashkëpartijakët deputet për t'ju folur rreth gjykatës speciale. Në takim u ftuan edhe deputetet e grupit 6+ nga Pakicat. Por shumica e deputetëve të PDK-s që votuan kundër në përpjekjen e parë për t'i kaluar ndryshimet kushtetuese më 26 qershor nuk u pan duke hyrë brenda. Ka zyra e grupit parlamentar të PDK-s u duk për pak kohë Nait Hasani, por bëri të ditur se kohën e tij e ka rezervuar për një zhvillim tjetër brenda kuvendit. Pothuajse të njëjtën përgjigje pse nuk ju përgjigjen ftesës së grupit parlamentar për takime kryetarin Hashim Thaçi dhan edhe deputetja Ganimete Musliu dhe Fadil Demaku, që të dy ishin në mbledhjet e komisioneve gjegjëse. Votat e tyre këta deputet kanë përsërit se nuk i ndryshojnë, por pas takimit të sotëm Thaçi foli me optimizëm për numrat, që duhet të arrijnë 80 për ta kaluar specialen. Diskutuam edhe për domosdoshmërinë që të përmbyllet procesi e themelimit të gjykatës speciale sa më shpejt që është mundur dhe mendoj që Kuvendi i Kosovës nuk duhet të shkojnë e pushim veror pa përmbyllur këtë proces të rëndësishëm të marrë nga viti kaluar, po nga Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe i zotuar prej shumicës së spektrit politik kosovar. Vendimet e Partisë Demokratike të Kosovës, vendimet politike janë të qarta, që kanë obligim të gjithë për t'i respektuar, pra presim që do ta përmbyllin të ardhmen e afërt këtë proces, edhe si qeveri, edhe si kuvend. I pyetur nga gazetarët se a u bë presion tek deputetët që të votojnë specialen, Thaçi zgjodhi të heshtë, por deputeti Zenun Pajaziti pranoi t'i përgjigjet pyetjes. Jo nuk ka patur asnjëherë presion, ka debate të arsyeshme, të arsyetuara për nevojën që duhet të ecë më tutje në këtë proces. Paralel me mbledhjen e PDK-s, edhe kryesia e kuvendit mbajti mbledhje urgjente pa shefat e grupeve parlamentare. Edhe këtu fol për specialen dhe u bë ditur se numrat po kërkohen edhe te deputetët e opozitës. Jemi duke punuar të gjithë, po mendoj ata që politikisht e mbështesin themelimin e gjykatës me deputetët e vet. Gjithashtu Partia Demokratike ka bën përpjekje për të pas komunikim edhe me parti tjera. Nuk ka deri tash në një rezultat i cili do të ishte i rëndësishëm edhe për juve dhe për opinionin për ta thënë, sepse nuk ka ndonjë marrëveshje, por shpresoj që gjatë këtyre ditëve disa nga deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët se kanë votuar, do të arrijnë të binden. Numri 2 i kuvendit u shpreh se do të ishte pa përgjegjësi nëse shkohet në pushim pa miratimin e speciales. Për rëndësinë e themelimit të gjykatës speciale nga institucionet e Kosovës, sot ka dhënë një porosi të qartë drejtori për Evropën qendrore dhe jugore në Departamentin e Shtetit Thomas Jasgerdi. Në takimin që zhvilloi në Washington DC me nënkryetarin e LDK-s Lutfi Aziri, ai ka shprehur insistimin e thellë të SHBA-ve si aleati më i madh i Kosovës për themelimin e gjykatës speciale përmes kuvendit të Republikës së Kosovës. Ai ka theksuar se nëse çështja do të mbetej në duart e OKB-s dhe Këshillit të Sigurimit, kjo nuk do të ishte fare e mirë për Kosovën. Tutje Jasgerdi ka shtuar se mosvotimi eventual i gjykatës speciale nga Kuvendi i Kosovës do të vinte në pikpyetje të madhe kredibilitetin e SHBA-ve dhe se SHBA-t nuk e meritojnë këtë nga Kosova. Ligjvënësit e Kosovës nuk arritën të miratojnë rezolutën për EULEX-in në mungesë të korumit. Rezoluta për punën e misionit evropian për sundim të ligjit EULEX u propozua nga lëvizja vetëvendosje, por deputetet e PDK-s dhe ata të LDK-s braktisën seancën në kohën kur filloi debati dhe miratimi i saj u shtyi për nesër. Vetëvendosja thotë se presidentja duhet të kërkojë nga Brukseli hetim të misionit të EULEX-it. Kronika për debatin për EULEX-in është duke u përgatitur dhe sapo të jetë e gatshme do ta transmetojmë.
Ndërkaq në seancën e sotme të kuvendit u shqyrtuan në lexim të dytë disa projekt ligje. Deputetët me shumicë votash miratuan ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuarsi dhe ligjin për tatimin në të ardhurat e korporatave. Po ashtu deputetët pas shqyrtimit të dytë miratuan edhe ligjin për tatimin në të ardhurat personale. Institucioni më i lartë ligjvënës sot ka hapur dyert për bashkëdhetarët nga diaspora. Ata u pritën nga krye parlamentari Kadri Veseli në sallën e mbledhjeve plenare, i cili u bëri të ditur se kjo pritje ta shetutje do të jetë tradicionale. Në ditën e dytë të aktivitetit bashkëdhetarët në kuvend, shumë kosovarë që jetojnë në Mërgat janë mësyen dyerve të parlamentit, për të njohur nga afër mjedisin e të cilën punojnë deputetet e Kosovës. Mërgjimtarët të cilët e vizituan kuvendin u shprehen të kënaqur me atë që panë. Po mirë, po më pëlqen, s'ko më nuf që është ka që male. Po më pëlqen për vetën time me pa qysh deputetit, qysh folin, që ka bojnë e krejtë. Mundësia për të hapur dyert të kuvendit i pëlqeu shumë edhe Halit Elshanit, i cili ka ardhur nga Belgjika. Iniciative mirë, e uroj që këtë të vazhdoj, në mënyrë që mërgjimtarët të afrohen sa ma shumë, se jemi në një situatë jashtëzakonisht vështirë, sidomos gjeneratat e reja janë në situata që nëse vendlindja nuk i ofron, nuk i josh, atëherë nuk kem çka presim prej tyne. Edhe Nuhim Azrekut i ka bërë përshtypje pamja kuvendit nga brenda, por ka diçka që nuk po i pëlqen. Unë jam për rini, për forca treja, për energji treje, për njerëz që kanë përgatitet larta shkollore, mas rrinë jashtë kuvendit, po t'jenë këtu në kuvend, se vetëm këtu unë ta qojnë këtë vend përpora. Për t'i takuar mërgjimtarët, erdhi edhe krye kuvendari Kadri Veseli. Duke konsideruar të veçantë këtë ditë, ai tha se të veçanta janë edhe këto ditë të verës për atë dheun ton, me që populli po i kthehet rënjeve të veta. Këto ditët e Mërgatës, ditët kur bashkëdhetarët nga e gjithë bota kthehen në vendlindjen e tyre. Janë ditë të mallit dhe të krenarisë. Janë ditë kur adheu ynë ripërtrihet dhe rizbulon lidhjen e tij të fuqishme me bitë dhe bijat e tij që jetojnë dhe punojnë gjithandej botës. Kryeparlamentari Veseli, duke përkujtuar punën e palodhshme të mërgjimtarëve në vazhdimsi për Kosovën, tha se duhet dhe në fund epokës së Mërgatës pa shtet. Shërbimet që shteti duhet i kryen ndaj jush ende nuk janë në nivelin e duar. Shpesher kjo ndodh për shkak të burimeve të kufizuara të shtetit tonë, por shpesher edhe për shkak të neglizhencës birokratike. Për këtë të fundit, ne ju kërkojmë falje. Duhet të japim fund epokës së Mërgatës pa shtet. Mërgata jonë duhet të ndjej se shteti i Kosovës është pranë saj, pranë hallave dhe nevojave të saj. Porosi patën edhe vizitorët, ndërsa vëmendjen kryesore e kanë tek një obligim që Kosova duhet ta kryej. Një apel kisha më thonë deputetëve dhe deputetë për çështjen e gjykatës speciale. Apeloj që ajo të formohet, mos t'i humbim miq tanë, aleatët tanë që na kanë ndihmuar. E në shem falenderimi për kryetarin e kuvendit për këtë iniciativë, ati ju dha edhe një mirënjohje. Ndërkohë krye kuvendari Veseli bëri të ditur se aktiviteti bashkëdhetarët në kuvend, që është mbajtur për herë të parë në Kosovë për 2 ditë radhazi, nga ta shetutje do të jetë tradicional. Institucioni tjetër, Qeveria e Kosovës, po e shqyrton mundësinë e rritjes së akcizës për kazinot dhe lojrat e fatit për të ndikuar kështu në largimin e të rinjve nga këto shprehi, ndërsa u vendos për rritjen e akcizës së duhanit dhe fishek zjarreve. Kabineti qeveritar po ashtu miratoi edhe konkluzionet për shpërbërjen e të ashtu quajturës mbrojtja civile. Kryeministri Isa Mustafa në mbledhjen e qeverisë kërkoi që të rritet norma e akcizës 100% tek kazinot dhe lojrat e fatit. Ai tha se në këtë mënyrë do të mbroheshin të rinjt që të mos shpenzojnë dhe mos t'i përcjellin aktivitetet e tilla. Unë mendoj se ka mundësi të rritet dhe më të tjeshme, sidomos te kazinot, edhe mos më jam dorën shumë, sepse ne do të mbrohemi sidomos që nxënësit, fëmijët, tritë, mos të kenë mundësi me
edhe me shpenzu edhe me përcjell. Prandaj nëse qeveria mendon, do të ishte mirë që këtë pjesë të arrisim edhe më shumë, jo të shkojmë në 25 apo 30, po të arrisim 100%. Nuk është një sferë e cila domosdoshmërisht duhet përkrahet dhe duhet të zhvillohet. Por me propozimin e Ministrit të Financave Abdullah Hoti që fillimisht kjo akcizë mos të rritet 100%, u vendos që pas 3 muajsh të shqyrtohet përsëri kjo akcizë. Për kazinot të rriten nga 5.000 euro në muaj në 7.000 euro në muaj, për baset sportive, pra për subjekte që organizojnë baset sportive, nga 600 euro në muaj në 840 euro në muaj, makinat elektronike të vendosura në mjediset e kazinove dhe ato me më shumë se një pozicion, si dhe operatorët e lojrave me automate nga 500 euro në muaj në 700 euro në muaj, ruletat për makinat elektronike me më shumë se një pozicion nga 300 në 420 euro në muaj, tombolat bingo në lokalet të ndryshme nga 100 euro në 140 euro, dhe propozojmë vendosin e taksës së akcizës në vlerë të etiketave të shitura të Lotarisë së Kosovës dhe lojrave Keno në normë prej 18%. Gjithashtu në mbledhjen e sotme të qeverisë u pajtuan që të rrisin akcizën në duhan nga 35 euro në 38 për një micop, si dhe vendosin e akcizës prej 2 eurosh në kilogram për fishek zjarre. Në mbledhjen e sotme të qeverisë u miratuan edhe konkluzionet e dakorduara për shpërbërjen e të ashtu quajturës mbrojtja civile, e cila ka funksionuar në komunat veriore. Duke i kryer këto obligime për shuarjen e kësaj strukture dhe integrimin e personelit në institucionet e Kosovës, praktikisht ne do të bëjmë edhe shtrierjen e sovranitetit edhe në këtë pjesë të vendit për gjithë ato ministri dhe agjensione që do të integrojnë këta individ që i kanë taku kësaj strukture. Në mbledhjen e sotme të qeverisë u miratua edhe plotësim ndryshimi i planit legjislativ për vitin 2015, ku kryeministri Mustafa kërkoi që disa projekt ligje të miratohen deri më 15 gusht, në mënyrë që kuvendi t'i ketë në seancat e para të shtatorit. Janë bërë 5 vjetë që nga shpallja e opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën, sipas të cilit Kosova nuk e shkeli të drejtën ndërkombëtare ku shpalli pavarësinë. Udhëheqësi i këtij procesi në atë kohë nga Kosova Skender Hyseni këtë akt e quan fitore më të madhe diplomatike për vendin, por thotë se nuk u materializua sa duhet deri më tani. Gjykata e botës 5 vjetë më parë ja përmbysi planet Serbisë, duke nxjerrë opinionin se Kosova nuk shpalli pavarësinë në kundërshtime të drejtën ndërkombëtare. Koordinatori tërë këtij procesi nga Kosova so kohë ministri i punëve të jashtme, Skender Hyseni, thotë se ky proces ishte fitore madhe diplomatike. Është përvjetar absolutisht i shumë i rëndësishëm, do të thosha unë historik i një ngjarje historike për Republikën e Kosovës, sepse 22 korriku i vitit 2010 ka shënuar fitoren më të madhe diplomatike të Republikës Kosovës pas shpalljes pavarësisë. Unë e kam përfaqësuar dhe kam koordinuar gjithë procesin të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. I jam drejtuar gjykatës me një fjalë në mbrojtje të pavarësisë të Kosovës dhe ngjarja e 22 korrikut ka qenë lajmi më i mirë që mund të mirë Kosova atëherë. Por 5 vjetë më vonë, tani si ministër i punëve të brendshme, Hyseni thotë se pak e ka shfrytzuar vendi këtë betejë me Serbinë, sa ka pasur hapësirë. Fatkeqësisht duhet të them që nuk është materializuar sa duhet. Ju e dini çka ka ndodhur pas vetëm 2-3 muaj pas këtij mendimi shumë pozitiv të gjykatës. Kemi pasur edhe shpërbërjen e qeverisë, pastaj zgjedhje të reja dhe ka pas shumë pak hapësinë dhe kohë që të materializohet më shumë, edhe pse mbetet fakti që ndërkombëtarisht dhe legalisht pavarësia e Kosovës është rikonfirmuar aq fuqishëm nga një institucion drejtësi aq kredibil siç është Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë. Me 10 vota pro dhe 4 kundër, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë me qendër në Hag, më 22 korrik të vitit 2010, veç opinionit të saj se deklarata e pavarësisë së Kosovës nuk e ka shkelur të drejtën ndërkombëtare, po ashtu konfirmoi se nga të gjitha të dhënat, pavarësia e Kosovës nuk ka shkelur as rezolutën 1244, si dhe kornizën kushtetuese të UNMIK-ut.
Edhe Ministri i Punëve të Jashtme Hashim Thaçi përmendi shënimin e 5 vjetorit të opinionit këshilldhënës të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Në Facebook ai tha se ky vendim dëshmoi se aspiratat e popullit të Kosovës për pavarësi ishin legjitime derisa akti i shpalljes ishte në përputhje të plotë me çdo normë të zbatueshme të së drejtës ndërkombëtare. Thaçi u shpreh se i është mirënjohës të gjitha shteteve mike që përkrahen këtë fitore të madhe ndërkombëtare që sipas tij përbën vulën e legalitetit të shtetësisë së Kosovës. Pas këtij bloku të marketingut, kthehemi në studio me kronikën e debatit në Kuvend për rezolutën e propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje për misionin e EULEX-it. Në debatin parlamentar të thirrur nga Lëvizja Vetëvendosje, ky subjekt paraqiti rezolut për punën e deritashme të misionit të EULEX-it në Kosovë. Kuvendi i Republikës Kosovës fton presidenten e Republikës zonjën Atifete Jajaga t'i kërkoj komisionarës së lartë për politikë të jashtme zonjës Frederica Mogherini inicimin e hetimit institucional për çdo rast të cituar për stafin e EULEX-it në raportin që zyrtarët të BE-s kanë hartuar. 2. Thëret në raportim të jashtëzakonshëm kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe kryesuesin e Këshillit Prokurorial të Kosovës në lidhje me ndikimin e çështjeve hetimore të zyrtarëve të EULEX-it dhe marrjes arbitrare të kompetencave të organeve të drejtësisë nga ana e EULEX-it. Dhe 3. Raportimi kryesuesve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës të bëhet 10 ditë nga miratimi i kësaj rezolute. Unë i ftoj deputetët e Kuvendit të Republikës Kosovës që ta përkrahin këtë rezolutë. Partitë e koalicionit PDK e LDK thanë se pavarësisht pakënaqësive me punën e misionit evropian për sundim të ligjit, nuk do ta votojnë një rezolutë të tillë. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike nuk do të jep mbështetje këtyre rekomandimeve, por po e ritheksoj parën edhe duke pa mos seriozitetin e iniciuesit të kësaj çështje. Janë deputet që dëshirojnë eventualisht flasim pa u marrë sigurisht të drejtën. Ne vetëm mund të themi që pashtu si grup parlamentar i LDK-s nuk përkrahëm një rezolutë të tillë dhe vota jonë do të jetë kundër. Pas kësaj, pothuaj të gjithë deputetët e këtyre partive braktisën seancën. Në sallë mbetën shumë pak deputet. U tha se EULEX-i ka zhgënjur qytetarët e Kosovës, pasi pritjet për këtë mision ishin shumë të mëdha. Pse EULEX-i e bastisi task forcën e vetë antikorupcion? Pse i mori dokumentet ku flitet për korupcionin e EULEX-it? Ku i qoj ato dokumente EULEX-i? Korupcionin e kujt po e fshe EULEX-i? Apo e fshe vetëm korupcionin e vetë, apo edhe atë të qeveritarëve tonë? EULEX-i nuk e ka luftuar asnjëherë seriozisht krimin e organizuar dhe korrupsionin në nivel të lartë. Pasojat e një politike të tillë po ndihen edhe sot. Gjyqtarët këtij misioni dalin nëpër klube nate dhe në bashkëpunim me zyrtarët vendor vendosin si të denojnë qytetarët me qëllim të vetëm eliminimin e tyre nga skena politike. Pastja e UNMIK-ut në Kosovë nuk na afroi drejt antarësimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ngjajshëm, as pastja e EULEX-it në Kosovë nuk na ofroi drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kosova sot është larg antarësimit në OKB dhe BE, po aq sa ishte në vitin kur u shpall e pavarur, pra me 2008. Misioni i EULEX-it ka dështuar edhe këtë dështim nesër me gjykatën speciale do të kemi po të njëjtit njerëz veç me uniformat ndryshme. Kemi qenë nga njëherë tepër kritik, pa ditë me shfryzue edhe mundësitë që të mësojmë nga ta, të ngrisin kapacitetet, po edhe në momentin e duhur edhe të lirohem nga ndikimi i tyre, apo të krijojmë kapacitete brendshme për ta qeverisur veten. Por në kohën e votimit mungoi kuorumi. Kjo bëri që votimi i kësaj rezolute të shtyhet për seancën e nesërme. Natyrisht që nëse kishim pyet Ismet Beqirin, asnjëri prej debateve që e parashtron Lëvizja Vetëvendosje, por edhe opozita, nuk do lejoj të parashtroj në këtë kuvend. Madje vetë fakti që ne jemi këtu i pengon zotit Beqiri dhe dihet mirë sepse. Reagoi misioni evropian për sundim të ligjit EULEX. Në një komunikat, ky mision thot se po punon me përkushtim në hetimin e rasteve të reja të krimit dhe të korrupsionit, në bashkëpunim edhe me institucionet e Kosovës.
Lidhur me pikën e 8 të mocionit, ne duam të përsërisim se raporti i përmendur është një fabrikim, thuhet në reagimin e EULEX-it. Këtij misioni ju vazhdua mandati deri në qershor të vitit 2016. EULEX-i në Kosovë erdhi në vitin 2008 për të luftuar krimin dhe korrupsionin në nivel të lartë. Në gjykatën themelore në Prishtinë, sot dëshmbajt seanca dëgjimore në lidhje me kërkesën e prokurorisë speciale për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit Sali Mekaj. Sipas kësaj gjykate, vendimi do të merret nesër. Në anën tjetër, monitorues të Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit kanë vizituar të pandehurin dhe ai po ankohet se në qendrën e ndalimit nuk ka kushte të mjaftueshme të higjienës. Sali Mekaj, që është kryetari i gjykatës së apelit, po mbahet në ndalim për 48 orë, pasi dyshohet se ka keq përdorur pozitën zyrtare dhe ka ushtruar ndikim në një rast në procedurë gjyqësore. Policia e Kosovës gjatë 2 operacioneve në 2 rajone të ndryshme ka arrestuar 6 persona. Rasti i parë ka të bëjë me mashtrimin që ju është bërë bashkëdhetarëve tanë nga disa aviokompani dhe për këtë është arrestuar pronari i kompanisë Alba Air, kurse rasti tjetër ka të bëjë me organizimin e skemave të bigjozit të paligjshëm, ku janë arrestuar 5 persona. Këtë e ka konfirmuar përmes një konference për media zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani. Sipas një ulumtimi të publikuar nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, Policia e Kosovës është policia më e besuar në rajon. Në kuadër të kësaj ankete, qytetarët janë pyetur rreth besueshmërisë në institucionet politike, zbatimit të ligjit në vend, kërcënimet dhe rreziqet të cilat i kanosën vendit. Për kraja e korrupsionit në institucionet e Kosovës, specifikisht institucionet e zbatimit të ligjit, si dhe mendimet e qytetarëve lidhur me efikasitetin e policisë së Kosovës në ofrimin e sigurisë. Nga krahasimi i përgjigjeve të qytetarëve që janë anketuar, është ardhur në përfundim se policia e Kosovës është policia më e besueshme në rajon. Kjo ulumtim është shtrirë në Kosovë, Serbi, Maltë, Zi dhe Bosnjë e Hercegovinë, thuhet në njoftimin e kësaj qendre. Si rezultat i këtij ulumtimi, policia e Kosovës konsiderohet më pak e korruptuar, zyrtarët e saj konsiderohen si të sjellshëm dhe adekuat dhe konsiderohet që ata e kryejnë punën e tyre në luftën kundër korrupsionit. Një sondazh tjetër mbi partitë politike të realizuar nga lëvizja Fol nxjerr konstatimet se rreth 17% e qytetarëve të Kosovës u është kërkuar që të shesin votat e tyre gjatë zgjedhjeve të fundit në shkëmbim të ndonjë shërbimi parave apo ndonjë dhurate, ndërsa në pyetjen se cilin subjekt do ta votonin nëse mbahen zgjedhjet, rreth 18.7% e tyre janë shprehur për Partinë Demokratike të Kosovës, 17.7% për LDK-n dhe rreth 16.6% për vetëvendosjen. Fol thotë se ky sondazh është zhvilluar në 38 komuna të Kosovës me 1000 respondentë. Alianca për Armërinë e Kosovës zgjodhi strukturat e reja organizative të cilat u vlerësuan pozitive për avancimin e më tutjeshëm të partisë. Në mbledhjen e sotme konstituive, grupi punues i AK-s emëroi sekretar të partisë Valon Tolaj, ndërsa zëdhënës të partisë emëroi Muharrem Nitajn. Në AK u zëtuan se në vazhdimsi do të ketë reforma me qëllim të funksionimit më të mirë partiak. Mbretëria e Bashkuar vazhdon mbështetjen për gratë viktima të dhunës seksuale gjatë luftës. Këtë e konfirmoi sot në Gjakov baronesha Joyce Enelaj. Vetë natyra e kësaj qendre ku trajtohen femrat e viktimat e dhunës së luftës për shkak të konfidencialitetit pamundsoi edhe qasjen mediale në brendin e saj. Pas vizitës lokaleve të shoqatës Mendika Gjakova, presidenti Atifete Jahjaga, e shoqëruar nga baronesha Joyce Enelaj, tha se institucionet u adin në vuajtje të këtyre viktimave të luftës.
Vetë prezenca ime sot këtu është dëshmia më mirë që kam pas përkrahjen time të pakursyër, të kenë përkrahjen time dhe të gjitha institucioneve të Kosovës për trajtimin e tyre, për rehabilitimin e tyre të më tutjetshëm, për riintegrimin e tyre në shoqërinë tonë, por veçanërisht për atë që neve vazhdimisht kërkojmë për këto 16 vite me radhë pas përfundimit të luftës drejtësinë, derisa të vendoset drejtësia në vend për të gjitha viktimat dhe pasojat e luftës që ka shkaktuar në Kosovë. Baronesha Joyce Anole tha se Mbretëria e Bashkuar edhe më herët ka përkrahur këto viktima dhe theksoi se kjo ndihmë nuk do të mëngojë as në të ardhmen. Ajo përgëzoi punën që është bërë në Medica Gjakova. Puna që është bërë nga Medica Gjakova është e rëndësishme jo vetëm për Gjakovën, por edhe për mbar Kosovën. Kur kemi punuar për pajtimin me njëherë pas luftës, kemi parë se punën që e bën Medica u jep njerëzve kurajo për të lëvizur përpara, për të krijuar një jetë të re. Drejtoresha e shoqatës Medica Gjakova, Mirlinda Sada, u shpreh e kënaqur me këtë vizitë të mysafirëve dhe falenderoi që të vazhdojë përkrahja për punën e qendrës. Vizita u bë me qëllim që të shihet përse afërmi puna Medica Gjakovës, sfidat me të cilat ballafaqohemi dhe mundësitë edhe kërkesat tona që ne do t'ju drejtojmë këtyre institucioneve. Baronesha premtoi që do të vazhdoj përkrahjen financiare të Medica Gjakovës për fuqizimin e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës edhe grave të cilat kanë përjetuar torturë gjatë luftës. Ndërkaq, kryetaria e komunës Mimoza Kusari Lila u angazhua për përmirësimin e kushteve dhe format e integrimit të grave viktima të dhunës gjatë të luftës. Si kryetare, në veçanti si kryetare femër, mbetet një obligim dhe angazhim personal dhe institucional që të përmirësojmë kushtet dhe të përmirësojmë format e integrimit të grave, të cilat kanë përjetuar më të rëndën gjatë luftës dhe sot janë viktima që pritet të kenë një status të rregulluar ligjor. Edhe gjatë kësaj vizite, viktimat e luftës kërkuan që të vendoset drejtësia në vend, duke iniciuar procese gjyqësore për krimet që përballuan. Në një aksion policor në Konçol, sot është arrestuar djali i nënkryetarit të Këshillit Kombëtar Shqiptar Jonus Musliut. Raporti i Hasan Hasanit sjell hollësit. Fshati Konçoli Bujanocit sot është rrethuar nga forcat të shumta të policisë, pasi rreth orës 5 të mëngjesit është bastisur shtëpia e kryetarit të Këshillit Kombëtar Shqiptar në Lugin të Preshevës, Jonus Musliu. Gjatë bastisjes, policia serbe ka arrestuar djalin e kryetarit të Këshillit Kombëtar, 32 vjeçarin Fatlu Musliu, i cili është dërguar në qendrën policore të mbajtjes në Vranj. Pas këtij akti, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, njëherët kryetari i Kuvendit Komunal në Bujanoc, Jonus Musliu, ka reaguar duke thënë se në këtë aksion djali i tij është viktim. Ai thotë se nuk është hera e parë që shtëpia e tij bastiset në mënyra spektakulare. Nuk është hera e parë që po bastisemi. Edhe gjatë të regjimit Miloševićit jemi bastis, ku jam arrestuar. Për të njëjtën shtëpi, kam vujt dënimin, po kjo shtëpi si shenjestër e Serbisë. Qëllimi kryesor është këtë në shenjestër si familje. Natyrisht se jemi në atë istikamin e zgjidhjes së problemeve politike. Por arsyeja kryesore gjoja se tash masi që nuk kam pasi që edhe ushtroj funksionet, dhe përzret tek une, edhe tash tek familje, do thot, tek gjemt, ku do thot para 3 vite u arrestu edhe djali i dytë, pa kur një farë arsye, tash djali i madh. Ai me këtë rast ka thënë se policët civil me automatik në pronën e tij kanë kërkuar armë, janë sjellë keq dhe kanë hyrë në mënyrë brutale. Megjithatë, sipas Musliut, bastisja ka për qëllim friksimin e shqiptarëve që të lëshojnë trojet e tyre. Tërë katundi ka qenë një rrethuar, po përqendrimi ka qenë tek shtëpia e hynë aty, edhe do thotë obori ka qenë përplat me policë, me armë gjata, kështu që është një shqetësim të familjes, po megjithatë edhe familja janë mësuar me këso forcash të hyjë të bastisën, të thyen, të shkatërruan, të mendu se po mundohen që të largojnë, do thotë popullin shqiptar për Luginës Preshevës, po ne jemi shtojk se këtë vend nuk në ka folë për kush, po është
vendi ynë i shqiptarëve është. Ndërka sipas policisë së Serbisë janë arrestuar 13 persona në ndyshimin se kanë kryer vepra penale, shoqërim me qëllim të kryerjes së veprës penale, kontrabande, shpërdorim të pozitës zyrtare. Për të shqyrtuar situatën e sigurisë në komunë Bujanosit, gjatë ditës së sotme është mbajtur edhe një seancë e jashtëzakonshme e Këshillit Komunal për Siguri. Ndërsa kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar Yunus Musliu ka kërkuar ndërhyrjen e ndërkombëtarëve. Kujtojmë se Yunus Musliu ka qenë edhe i shef politik i UÇPMB-s, ndërsa shtëpia e tij ka qenë disa herë bastisur duke arrestuar dhe burgosur edhe vetë Musliun. Të nderuar shikues, këtu e përfundoi magazinën informative 21 Live News. Faleminderit që na ndoqët.